paralajmërova është në zgjedhjet në farsën elektorale të 11 majit u përdorën të gjitha metodat për manipulimin e zgjedhjeve, njëra prej cilëve përdoret gjërësisht nga Putini dhe Lukashenko dhe njihet me emrin e trenit bulgar. Me të drejtë dje, një gazetare pyeti këtu se ku është treni. Unë sot kam sjell trenin bulgar para jush dhe qytetarëve shqiptar. Ju do shifni se si kriminal elektoral brenda qendrës elektorale realizojnë atë mekanizëm manipulimi që quhet tren elektoral, që i bën zgjedhjet krejtësisht të pavlefshme, që kontrollon tërësisht vullnetin e qytetarëve. Tani ju ftoj ta shikoj pak djalin çfarë do bëj. Që është e Banaku. Nxjerr fletat djali ke Banaku. Janë fletë votimi. ai dhe një fletë votimi e hudh në kosh. Me prishi njërën, edhe hodhi më s'kosh në plerave. Tjetër, ose letër tjetër. Tani, vjen veprimi i dytë. Këta e fshehin, këta e rrinë këtu që ta maskojnë. Këta të dy janë bashkëautorë në krimit. Shite si e blokove. Pristë. Kali këtu. Pra e një grup kriminal, brenda në qendër të votimit, të komisionerët të partisë krimit. Kryvin aty që të fsheh, mbyll njërë në anë. Qendra e votimit është në një kafene. Kali, në mama. Timit. Ja, fleta e votimit. Fleta votimit. Tani ai me rrugëzime. U mor vula. Merr vulën. Mori vulën dhe ja kupë e vulos fletën e votimit. Ja ku e le fletën e votimit djali. Si në filma, sigur ta kishë xhiruar. S'kan skuq. Shkon tani merr dhe vulën tjetër. Ja ku është, vula tjetër. Po te fleta votimit, vendos vulën tjetër, për të përgatit trenin bulgar. Dhe vulos. Jo. Shiko që do bëj me fletën të ne. Shef, krimi, shiko të vetë. Ja ku e palas fletën e votimit e futi poshtë Banakut. E fut në Banak, poshtë. Prishtinë. Doko, Janë këto fësit pa parë në krim.
Komisioneri PS si mban gjithkohën krahun dhe i mbulon me veprimet që ka kryer komisionerët PD-s që janë këtu. Është po ky. Tani, e nxjerr tani. Do ta çojnë në destinacion. Voton. Shko. Java tjetrit jashtë qendrës. Ta çoj? Edhe një herë. Aty po votona. Pra, besoj se sikur t'ishte xhiruar në një film demonstrativ, rast si ky, duhet të falenderoj ata që e gjetën nëpërmjet videove. Pa kemi të bëjmë me një dëshmi flagrante të nxjerrjes së fletës së parë, dhe ai që vjen me atë fletë, ai hedh atë në kuti, ajo është e mbushur, dhe fletën e vet e merr del jashtë dhe ja jep tjetrit. Dhe kështu me radhë garantohet rezultati, të gjithë detyrohen të votojnë fletën e mbushur. Nxjerr fletë boshaj, nuk besoj se len më shteg për dyshimin më të vogël, përdorimi i trenit bulgar në këto zgjedhje si njëri nga mekanizmat të falsifikimit të rezultatit në farsën elektorale. Pyetje. Zoti Berisha, kam disa pyetje lidhje me këtë rast. Ku ndodhet kjo qendër votimi? Në Elbasan. Kjo qendër votimi ndodhet në Elbasan, në një fshat të Elbasanit, emrin e cilit e kam në dokumenta tjerë, doja u nis Floriana. Është një fshat në Elbasan. Gjatë momentit ku tregohet ku personi nxjerr fletën nga qendra e votimit, aty ka dhe komisioner të PD-s. Ata nuk e kanë parë këtë gjë, janë të blerë apo janë të shantazhuar? Nuk mund të gjykoj, sepse kërkon një hetim. Pyetja është e drejtë, shqetësimi është shumë i drejtë, po kjo kërkon një hetim. Duhet hetuar. Rregulli është ai që thoni ju, por e vërteta është kjo që tregon filmi. Dhe këtu janë në votim. Kjo është tavolina e votimit. Regjistrimit për votimet tjerë. Dhe pyetja tjetër, këto materiale ju i keni dërguar në organ të akuzës? Ku? Në prokurori. Për trushi. Skapi është autor kryesor. Për të vendosur përpara përgjegjësisë autore. Nuk ka asnjë përgjegjësi për Skapi. Për Skapin ekziston mbulesa. Altin Dumani është bashkautor në krimin elektoral me Edi Ramën. Altin Dumani është bashkautor. Kjo me dhjetra, mund të jetë me dhjetra rasta, ai mbuloi të gjitha. Pra, në qoftë se ka një të dytë në krimin elektoral në Shqipëri, në farsën elektorale pas Edi Ramës, është Altin Dumani. Pse? Sepse në qoftë se doset 134 dhe 338 do ishin dënuar
nuk do guxon të kusht të ndiqte këtë linjë. Jo. Do me ndonin qytetarët do të votojnë të lirë. Po mbrojtja që ju bëri atyre, amnistia që ju bëri hapi rrugën. Po poja, a nuk e denoncova me 10 herë unë pojnë për kartelin e Troplinit për ndërhyrjen në zgjedhjet në Elbasan për Arkend Ballën dhe deputet të tjerë? Çfarë pësoj? A i mbante në xhep fletarrestin e tij dhe njoftoi të largohet pas zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve, kush e informoi atë? Keni marrë vesh të ketë ndonjë hetim se kush informoi El Chapon të largohej? Pa i që kisha në xhep atë. Kësa herë nuk kapen dot as policë, tu thonë, se herë tjera ka 1 e 2 dhe ja veshin policisë. Edhe kur i dekonspiron dhe kur nuk i dekonspiron policia. Si ndodhi me atë që kapen në Kosovë. A i tha, jo, e kam nga Skapi njoftimin. Edhe kish nga Skapi. Këta jo e ka policia. Kësa herë nuk guxoj dot të thot policia, se e kishte në xhep vetë. Dhe kur bë operacione, a i kishte një javë që kishte ikë. Ja kishte mbathur. Që ishte njoftuar. Muhabet. Zoti Berisha, pyetja e parë ka të bëjë pikërisht me këtë video që ju keni publikuar sot. Tani këtu shfaqen vetëm disa copëza videosh. Ju e keni të provuar momentin e shkëmbimit të fletëve të votimit, apo edhe në kutin e votimit kur gjatë fenomenit të trenit bullgar, nxiret fleta e plotësuar dhe merret me vete fleta e pa plotësuar për të vijoj fenomeni. Besoj se kjo gjë, një fletë e plotësuar, një fletë e vullosur, nxiret nga qendra e votimit pa u futur në kuti, është dëshmi absolute e trenit bullgar. Që të faktosh një minutë, që të faktosh tjetrën, duhet kesh kamera jashtë lokali të shohë atë që e merr. Po çfarë kemi të faktuar ne? Qendrat ilegale elektorale të Partisë Socialiste rreth qendrave të votimit, ku njerëzit shkonin dhe bënin shkëmbimet. Por nxjerrja e një flete të plotësuar, të vullosur, nuk mund të ketë kurrë asnjë arsye tjetër përveç trenit bullgar. Asnjë arsye tjetër. Ka ligje për administrimin e kësaj flete, ka shkel çdo ligj ai komisioner. Ka kryer krim të shëmtuar. Pra, a e din që është dokument ligjor fleta e votimit? Dhe ai nuk pyet. A e merr, e fshe, pastaj pas i vend 2 vullat, voton mbi të dhe gjen rastin të dalë ta nxjerr nga dera siç e shifni. Kjo është gjëja më evidente. Edhe një pyetje e dytë, javën që vjen fillon rinumërimi i votave për Tiranën